Sot jam bogati, do thënë jam vesh se gjithë s'kam bogati. Ju them mirë se erdhët në vlogun e fund vitit, duke qenë se do ju marr me vete në udhëtimin ton. Shpresoj të shikoni këtë video deri në fund edhe të kënaqeni, aq sa edhe ne do kënaqemi atje me lejen e Zotit. Do bëhemi gati sot, do dalim për kafe, sepse kemi për të nisur nga ora 3 mesdite. Do dalim, do bëjmë kolacione, me që më shfrytësu ky llafi. Do pim kafe dhe pastaj do vim në shtëpi. Do bëjmë gati valixhet dhe çdo lloj gjë tjetër. Dhe nga ora 3 avash do nisim dhe ju do jeni me neve. Unë bëra gati. Do guliva shumë sepse dua të shëroj këto puçet që i kam super të caruara. Edhe kështu. Unë e bëra dushin tim, siç e shikoni, të flokët me Dyson dhe kanë marrë goxha mirë. Tani do bëjmë gati valixhen, por unë nuk do ju xhiroj, do ju marr vetëm kur ta kem bërë gati, sepse dua të xhiroj një short. Do bëjmë së bashku turin e dhomës tonë njëzitore këtu në Dardh. Këtu kemi hyrjen e dhomës, kemi dollapin që s'kemi vendos asnjë gjë sepse nuk ja vlen të hapnim gjithë rrobat e valixhes. Dhe vazhdojmë pjesën brenda, kemi një raft atje, krevati dobjo këtu dhe këtu kemi komodin, tavolinën e make-upit, pasqyrën, edhe valixhen time të make-upit dhe peshqira. Tek pjesa tjetër vazhdojmë me një krevat tek për mua dhe ne zgjodhëm të merrni me dhomën me oxhak, kështu që kemi oxhakun këtu. Pjesa tjetër është një koltuk edhe tavolina. Also këtu kemi edhe dru. Kjo është gjithë pamja e dhomës. Dhe kalojmë tek tualeti, kemi dushin, WC, domethënë gjitha gjërat më bazike. Okej. Dhe, po, neve në fakt kemi ardhur këtu para 2-3 vitesh nëse nuk gaboj, apo edhe më shumë për herë të parë. Për pas erdhi mami dhe babi për Shën Valentin vjet. Edhe erdhëm prapë sot sepse tham, mos ecim rrugës kot natën, po bëjmë një pushim në Dardh, jo në Selanik, se nuk na pëlqen shumë Greqia. Edhe pastaj nesër mëngjes nisemi dhe të shkojmë me ditë dhe të ecim me ditë, sepse seriozisht rruga natën është super shumë e vështirë për pjesën e gjumit, rehatin dhe çdo gjë tjetër. Edhe kështu hangëm darkës, siç e keni pa edhe nga klipet, super nice, shumë mirë na pëlqen. Dhe tek çmimi i dhomës kemi dhe mëngjesin, kështu që nesër do ham mëngjesin edhe do i marr me vete. Tani unë ju them juve natën e mirë, edhe neve do shihemi nesër. Let each other stay, let each other run away. 3, 2, 1.
Bëhemi gati së bashku për të nisë për Turqi. I am ready. E tani dua t'ju tregoj këtë ariun që ishte shumë e veçantë dhe të zbukurimit që kishim vënë për vitin e ri, super nice. Ju kap disa klipe që të krijoni një ide. Kjo delja apo nuk di çfarë mund të them. Super nice. Kishim edhe zjarrin, edhe ku ka më mirë se ç'jo të petkat afër zjarrit. Neve pastaj na sollën reçelin, mjaltin, petullat edhe vezë të zira me djath. Çdo gjë ishte super nice. Neve tani po hikim, hëngër mëngjesin aty siç edhe pat, edhe babi është aty po rregullon makinën, do vi kështu dhe neve po hikim në këmbë, është ka dalë dielli, është shumë mirë, është çik ftohtë, por edhe është super xhiro, këmbët mia në këtë moment. Anyway, tani do nisemi për Selanik, sepse duam të dalemi në qendër tregtare të bëjmë ca blerje. Also këtë rrugë, këtë udhtim, nuk e di si ta them, do kam vendos të marr me mamin një gjë që na duhet, por që nuk dua t'ju flas tani, sepse du gjë ta shih një gjë të klipeve, por që do e marrim në Stamboll të gjën që po ju them. Dhe jam super happy, domethënë. Këtu ka ujë, shifini? Këtu, nuk e di si t'ja u tregoj. Është një tip mini lumi vogël që vjen nga lart dhe të kalon kështu. Super nice. Cosa atroce. İdem ben seçerim. Beni soran olursa ona da ölüm diye geldim de karıştırdım kafamı yine.
kam bukë, edhe tani do hikim lart, do marr makinën dhe do nisim për Stamboll. U veshëm, ka për që vlogu se I kisha super keq, çdo gocë që ka problem me ndyrën kupton. Edhe tani do zbresim tek pishina së bashku. Është ora 11 minuta, ajo në orën 10 hapë, kështu që ne jemi fiks në orar. Ku është pishina? Ti kati -2. Ja ku jemi këtu. Tryoni outfitet, ktheoni. Okej. Merë për banjo. Unë vesha një body edhe me tuta poshtë, që I morëm të tutat, edhe kështu. Shkum të pishina, në bëm dush tani do bëj skincare. Nëse kemi vit në ri, data është 30 sot. Edhe neve do hyjmë 2 orë para jush në vitin e ri, si gjithmonë shumë hapa para jush jemi.
neve u kthyem në qendrën tregtare, tani jam duke zbrit poshtë marrë një 2-3 makina, blem belësira, tulluma se më kishte shku më menja dhe erdhi rreth rrotull për t'i gjetë. Dhe më në fund këtu të neve filloi bora, sepse kështu e kishim parashiku edhe jemi super happy. Ju kapa ca klipe, do ju kap akoma më shumë sepse jemi në kat 13 tek shtëpia, kështu që pamjen e kemi super. Ky ishte edhe outfit of the day. Kena marrë 3 falatetet e Sneaks Up. Sneaks Up po. Kena marrë unë, Risi edhe u shka marrë e mami. Dhe kafe. Të janë të mirë. Kremi. Shumë buka edhe ta. Shumë nice. Tani është ora 5 dhe ne do bëjmë gati për darkën e vitit të ri. Do kafim flow, do bëj make-up, unë do bëj shorts kur bëj make-upin, sepse i kam vënë si qëllim vetes si video e fundit për 2025. Dhe kështu. We're gonna try our team, yeah? Data 1 janar edhe sot është dita e fundit këtu në Stamboll, nesër nisemi për Shqipëri. Edhe yes, dje ka lumë super bukur, ishte super nice. Edhe bëm edhe ca albume që do i kemi kujtim, dhe ja u tregoj kur të shkojmë në shtëpi ato. Tani do bëjmë një make-up të thjeshtë, do pastrojmë fytyrën, sepse do dalim në një qendër tregtare, edhe dua të blej atë gjën që ju thash edhe në fillim të videos kur ishim dardhja u përmenda asgjë. Edhe nëse e gjej do ta marrim sot edhe do të bëjmë një unboxing. Po si fillim të bëj një skincare të mirë edhe një mini make-up dhe vazhdoj me ditën.
Evet. Unë dua t'ju tregoj juve albumet që neve bëm tje. Më falni për gjendjen, po jemi në shtëpi. Kemi porositur ushqim. Anyway, fillojmë me albumet. Ky është i pari, është shumë Christmas. Kemi foton time të parë këtu. Kjo është fotoja e dy që më pëlqen super shumë. Kjo është e treta, është kështu. Super nice. Kemi dalë të dyja. Dje kam bërë buzë të kuqe, ka qenë një gjë që unë kam bërë për herë të parë në jetën time dhe më dukte vite e çuditshëm, por më shkonte me make-up. Buzë të kuqe shkojnë shumë për mendimin tim. Dhe kjo është e fundit. Këtu kemi të mamit edhe të babit, ja. Fotoja e parë është kjo. Kjo është e dyta. është super nice, me like them. Klausi ka njësoj me mua. Edhe këtu mrena do me thënë ka fotot e Klausit. Ja. Kështu. Kemi këtë ku ka dalë. Do me thënë pozat janë pothuajse të njëjtë. Klausi. Kjo është e Klevit, është e voçkë. Klevi nuk bëri shumë. Se Klevi s'është na i fan se madhe fotove. Megjithëse ka dalë shumë bukur. Ja. Dhe kjo është fotoja të 3 çunave. Super e bukur. Edhe neve këtë na e bën dhurat ato. Ndërsa të tjera ti paguajtëm edhe këto të treja, këto të treja, po që paguajtëm shkon diku tek 180 euro. Por ja vlen sepse do të kemi kujtim edhe do të vendosim aty te shtëpia. Edhe kur unë të vi të jetoj këtej me kismet Zotit, do i kemi kujtim sepse në fundit këto janë ato që mbeten edhe që ne i kujtojmë. Hapa kamerën vetëm për t'ju thënë këtë gjë, edhe ndeve nuk do bëjmë nesër check-out, do bëjmë check-out një ditë më vonë, kështu që edhe nesër jemi këtu. Edhe unë do ju marr juve me vete sepse nesër kemi një shopping day. Babi në fakt planin për nesër e kishte ndryshë sepse po planifikonin të shkonin në një vend me borë, po duhet se nuk kemi marrë veshje të përshtatshme për borë, se në Bollu ka rënë super shumë borë. Dhe duke qenë se s'kemi marrë veshje të përshtatshme, do ta shtyjmë për një herë tjetër sepse këtej në veriunet të ushqisë bën shumë ftohtë gjithmonë, biles në një vend ka shku diku te -30 gradë, kështu që jemi në rregull dhe kjo bora mban këtu dhe kemi lënë për një moment të dytë. Po picin e ka mërmali të një. Bukur është? Tam onu ikramı olsun. Biz teşekkür ederiz.
Do bëjmë së bashku një unboxing të gjithë gjërave që bëjmë neve, që blem sot, sepse ju thash që dje që ishte sot do të bëjmë një shopping day, kështu që po. Vazhdoj me këtë. Se do të marrë çfarë? A super. Është nga Nike kjo? Pse di çfarë kam bërë, s'u sisha. Ta shohim. Babi, sa zhurën? Janë kështu këto më, si reflektor. Janë si modeli Nike Shox, po vetëm tek pjesa mbrapa dhe Upgraded. në bazë të dritës, domethënë në bazë të rrotullimit të atletes, ndryshojnë ngjyrë dhe janë super nice, shumë të veçanta. Këtu kemi edhe këto të tjera. T'ju tregoj edhe kështu se duken më bukur. Prap nga Nike, se di që Nike Tech. Ka blek Livi një Nike Tech të ri. Me që të parin e grisi, mori një tjetër. Si, është ka edhe tutat, shpejt e kemë se tutat. E tutat, se kreja thati të regojme. Një tutat në këti. Ta. Këtu kemi Zarën edhe është një triko leshi që bleva unë, sepse kjo ishte shumë e bukur. Vishet, shumë. Pa, me një crop poshtë për dimër, të mi është super nice. Bleo babi i kostum ke Zara, janë kështu. Papin kështu. Ja ta të gjeda të bluzën. Ka bluzë. Pa, Kjo bluzë. Janë si komplet bash. pa, i kombinum dhe më thënë që të afroheshin ngjyrat. Kjo është palltoja ime, bleva një pallton, sepse për udhëtimin që do bëjmë së shpejti për ditën time, më duhej. Plus që më mungonte në koleksionin tim të rrobave, kështu që mora një të tillë, të thjeshtë. Blem edhe një parfum, t'ju tregoj kështu Hypnotic Vanilla të Zarës. Ta majmë mirë? Mos e hap. Pse? Kishte erë të mirë. I ngjante aty, domethënë ishte dupe i Hypnotic ose i Poisoned. Ishte diçka tillë nga Diori. Këtë e mora unë prap, një se tip triko më të them kësaj, si ngjyrë jeshile, thash okay, po e marr, kështu me jak vë dhe më rriti shumë mirë. Këtë qesen unë do ta bëj unboxing vet, sepse do t'ja tregoj unë këtë. Ashtu. Zara, bro. Po. Kemi lënë gjatë o lekë të Zarës sot, po Pako, ka marrë. ishte dupe i Birkenstock nëse s'gaboj, mori pal kështu, se i kombinoj me streqe me gjona edhe për shkollë bile, se unë jam rëpë që du gjëja sa më comfy. Klasi mori këto, më Për festa, për na ju kështu, gjë speciale. i mori për të linjën time për udhëtimin që do bëjmë. Po. Unë do ju mbyll këtu juve, do filloj dhe editimet dhe çdo video që kam në telefonin tim do të rregulloj dhe bëj gati që thjesht ta postoj në ditën që unë do mendoj apo do të caktoj. Dhe kështu, shpresoj të ketë pëlqyer ky vlog, ne do shihemi në një tjetër video, deri atëherë kaloni një kohë sa më të bukur edhe kujdesuni për veten, ju po qafoj.